Dom Anton Kqira. Mirë se erdhe në Oda Podcast. Na nderove me ardhjen tuaj. Mirë se u gjeta, kënaqësia është me qenë mesin tuaj, këtë programin tuaj, që i kom përcjell disa herë, edhe vërtet është ka vlera shumë të çmueshme, megjithëse ne njerëzit nuk di me i çmua gjana cilat i thot një marka, po një maniola, po një frat, që vetëm ka kritikue, është mas asaj diçka që më shefet e vërteta, ajo luan rol shumë. Mirë, por njeri që i flet, ose që i mëson, gjithmonë edhe gabon, pa pas gabime, është e pamujtun. E atër njerëzit, se me qina mia njerëz e përcjellin këtë program, Miliona. Shohin, negjojnë, dikush e nin, dikush se nin, atë si e nin ai, në të mënyrën e vetë sfjegon situatën. E kjo është shumë e rëndësishme, duhet me pas kujdes, kur të flet njerëz që si me hangër mullataren, e mullatarja pjekun atë stërpik dikon.